Njeriu dhe funksioni njeriut janë bashkë, në rastin konkret. Unë në fakt kam bërë një video pikërisht për këtë njeri, para një vitja, 2 vjetësh nuk e di se shi, dhe në një moment tjetër do ta riheth. Për momentin ma kanë blokuar Facebookun, fare. Policia ma ka blokuar Facebookun në momentin që kam dashur të heth një status për Altin Dumanin. Dëgjojeni mirë, për Altin Dumanin. Dhe Altin Dumani është problemi kryesor i drejtësisë në Shqipëri. Do pyesni ju pse Altin Dumani? Sepse Altin Dumani është atje pikërisht për të mbajtur nën kontroll gjyqtarët dhe prokurorët. Ai shpëton të gjitha, atje janë një mal me kallëzime për prokurore, për gjyqtar, që ai nuk i lëviz vendit, ata marrin në mbrojtje pareshtur njëri tjetrin dhe durimi i njerëzve ka arritur atje ku s'man me. S'man me. Të njëjtën gjë bën ILDKP-ja, domethënë Inspektorati i Lartë për kontrollin e pasurive dhe konfliktin e interesit, të njëjtën gjë bën Inspektorati i Lartë i Drejtësisë. Domethënë këtu po riformatohet një sistem gjyqtarësh dhe prokurorësh të paprekshëm dhe super maskarenj, në kuptimin e mirëfillt të fjalës. Lejnë çat dërdëllisin ata që mbushin televizionet çdo natë se po anatemojnë gjyqtarët dhe po anatemojnë prokurorët. Do t'ju them të parën fare. Gjyqtarët që kanë integritet, që kanë profesionalizëm, që bëjnë punën e tyre me ndeshmëri, ta mbajnë veten krenar sepse po bëjnë një shërbim të madh popullit. Ata të tjerët që janë zhytur kokë e kem në korrupsione, në gjobvenje, të gjejnë vend ku të futen, se do t'i gjejmë keq se Arben Ahmetaj.